bashkëbisedojmë me akademikun Artan Fuga. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Faleminderit që më bashkohesh sot. Ju kam ndjekur në fakt me reagimet e njëpasnjëshme që ju keni patur përsa i takon kësaj proteste, duke ngritur edhe pikpyetjet. Megjithatë do ta nis me një pyetje thjesht. A ishte surprizë e gjitha kjo, profesor Fuga, se si erdhi, si u ngrit dhe si vazhdon, si qëndres nëse do të vazhdoj si e tillë? Për mua jo. Për establishmentin politik po. Edhe për një sër analistësh jo. Përse jo për mua? Për mua jo për dy arsye, më falni, për dy arsye. Arsye e parë është që unë kam ndjekur në rrjetet sociale edhe profesioni më do, që të ndjek se si ka dinamikat e veta opinioni publik në rrjetet sociale, dhe prej disa vjetësh, gjithnjë edhe në mënyrë të rritur dhe gjithnjë në mënyrë më të intensifikuar, kam vënë re në rrjetet sociale një pakënaqësi, sidomos te moshat e reja që i frekuentojnë më shumë dhe i përdorin më shumë këto rrjete sociale, çka do të thotë që për mua ishte e qartë që në ndërgjegjen e qytetarit ka një mërzi, një pakënaqësi, një vuajtje kolektive dhe kur më thonë, apo më kanë thënë që apo kjo është rrjeti social, puna është që vetë ndërgjegja është një realitet virtual dhe pakënaqësia dhe revolta fillon në ndërgjegje e para. E dyta, unë kam qenë kundër edhe në shkrimet e mia dhe në librat e mi për idenë që shqiptari për shkak të traditave nuk ngrihet, s'ka ndjenjën e protestës. Mua më duket që edhe kjo nuk është kështu, dhe gjithmonë kam thënë që në qoftë se ka një fjetje të opinionit publik, nuk është se s'ka kënaqësi, por pakënaqësi, po përkundrazi pakënaqësia është, por shoqëria nuk e bën të mundur që këtë pakënaqësi qytetari ta shprehë, sepse lidhja shoqërore është zbehur dhe ka një atomizim të individit, pra një mbyllje të individit në vetvete, gjë që kjo revolte ka përceu. Për qeverinë dhe për shumicën, kjo është e papritur sepse në një farë mënyre ka qenë viktime propagandës vetë, e propagandës që ka mbështetjen, që ka votat, por votat dhe shumica në parlament nuk është e barazlefshme me mbështetjen e opinionit. Po kështu është e papritur edhe për opozitën, për arsye sepse opozita gjithmonë ka menduar se qytetari i pakënaqur, nëse shkon në ullit që kjo opozitë i ka propozuar, atëherë është një qytetar i fjetur, gjë që s'është e vërtetë. Profesor Fuga, duket sikur klasa politike dhe kryesisht ata që sundojnë ose mazhoranca po mësohen me ato që mund të jenë si thirrjet e qytetarëve që po mbushin bulevardin. Nuk e di nëse edhe ju bini dakord me këtë konstatim. Unë them kështu duke parë se nuk ka një reflektim ose të ketë miqasje ndryshe deri tani, sikurse lexoj, dhe ndoshta mund të jem gabim, po hajta diskutojmë, që nuk po shikoj një formacion që ai të ngrihet përveç protestës në një nivel që ti imponohet klasës politike që duket sikur po mësohet edhe ditët kalojnë, ne i numërojmë, i analizojmë. Atëherë keni shumë të drejtë. Përkundrazi, jam shumë dakord me ju. Vetmja gjë që dua të them është se sa herë ndodhin protesta të kësaj përmase, që dua të them është një përmasë shumë e fuqishme që vazhdon me ditë të tëra, është një energji brapa e qytetarit edhe e moshave, e stresave urbane që nuk është parë dhe për mua nuk ka të krahasuar as me atë të viteve 90, pa bërë krahasime midis të dyave, se janë dy gjëra të ndryshme fare, por desha të them që kur ndodh një çarje e tillë e sistemit dhe sigurisë dhe establishmentit, kjo kalon në 3 etapa. Etapa e parë është tronditja dhe duhet dirë që në fazën e parë kjo tronditje ndodhi, pati parametrat e veta, kurse kemi kaluar një etapë të dytë.
Cila është etapa e dytë? Etapa e dytë është një gjë që unë e kam quajtur një protesta ka një tendencë për të transformuar në një anormalitet, pra në një çarje të madhe të opinionit të asaj që ishte një statu quo sociale, por që është kthyer në normalitet. Çdo të thotë kjo? Në 3 nivele. E para që akoma, sidomos në këto ditë të fundit, sloganet edhe mënyrat e veprimit të masave qytetare në sheshe janë të njëjta me ato të javës kaluar. Pra, si thuash, nuk ka më të papriturën. E dyta, klasa politike mbasi patja perturbimin si qeveria si opozita, tashti ka kuptuar që mund të veprojë brenda institucioneve politike ku qytetarët nuk janë dhe vazhdon atë, si të thuash, mënyrën e sjelljes së dikurshme, sikur nuk ka ndodhur asgjë, që në fakt i vë të dyja partitë kryesore në një pikpyetje të madhe nga pikpamja e legitimitetit moral dhe politik. E treta që unë shikoj në atë këndvështrim që thoni ju është se jeta sociale dhe ekonomike e pjesës tjetër të shoqërisë vazhdon dhe shikoj që nuk e ka penguar. Në këtë kuptim po themi që unë po përdor përsëri shprehjen që kemi një gjë të jashtëzakonshme që ka prirje për të bërë normalitet, një normalitet i çuditshëm brenda një tronditje dhe problemi është se ka një fazë të tretë pastaj, një fazë të tretë dhe gjithë problemi është te kjo fazë e tretë. Cila është faza e tretë që do të vijë? Dhe janë 3 skenare të mëdhenj. Një, nëse protesta do të hyjë në institucione, do të bëhet një faktor institucional në mënyrë që të shprehë vullnetin në sistemin zgjedhor dhe sistemin politik, patjetër duhet strukturohet në parti politike, por në parti politike unë mendoj që është një sfidë e fuqishme, sepse është e pamundur të flitet se do ketë vetëm një parti nëse kjo krijohet. Mund të ketë një, si thua, një pluralitet nuancash dhe mundet që ai uniteti i masës nga një unitet brenda një kërkese kryesore që është dorëheqja e qeverisë dhe kryeministrit, mund të kthehet pastaj në një pluralitet të nuancash, të tendencash, rrymash dhe ajo forca e fuqishme mund të zbehet. E dyta, skenari i dytë që do ishte i dëmshëm për demokratizimin e shoqërisë shqiptare, do të ishte që mbas një kohe, nëse protesta nuk sjell risi në këtë plan, sigurisht ka shumë rrezikun e një lloj konsumimi të energjisë protestuese të shoqërisë. Dhe e treta, skenari i tretë është nëse kjo protestë zgjerohet, intensifikohet, atëherë qeveria do të ndodhet përpara situatave problematike. Por këto kanë të bëjnë me një etapë tjetër. Sot jemi atje ku ju thoni. Jemi në një gjendje të jashtëzakonshme nga pikpamja e krizës sociale, por që ka tendencë të kthehet në një normalitet dhe kjo në një farë mënyre mund ta rutinizojë protestën. Tani, ka gjasa, profesor Fuga, që të ndërhyjnë ndërkombëtarët në atë fazë ndoshta pak më të largët, të anullohet zvërneci, mund të shkojmë deri aty, pavarësisht se institucionet ndërkombëtare folën, kryeministri nuk ka dhënë asnjë sinjal për anullimin e projektit atje. Çdo gjë mund të ndodhi, por ne shikojmë në shkencat sociale jo atë që mund të ndodhi, po çfarë ka probabilitet sot të ndodhi. Dhe probabiliteti sotëm është një tërheqje nga zvërneci dhe nga projekti i zvërnecit nga ana e qeverisë sot për sot, unë e shikoj të pamundur, sepse kjo do të ishte barazi me një disfat të madhe në 2 plane.
një përpara protestuesve, dy përpara kapitalit apo interesave financiare dhe gjeopolitike të atyre që kanë interes për atë investim. Unë mendoj që qeveria këtë do ta bëjë hapin e fundit ose s'do ta bëjë, sepse aty shkel një terren ku deri më sot ka mbështetur këmbën si një model, si një terren solid për të sunduar dhe për të ushtruar qeverisjet. Pra, unë nuk e mendoj sot për sot, në këto kushte që jemi sot, nesër mundet, që qeveria ta pranojë këtë gjë, aq më shumë se sikur se thatë ju në fillim, protestuesit nuk kanë më tash kërkesën për zonat e mbrojtura apo për flamingot, por janë në kërkesën politike të tyre themelore. Pra, kjo është e pamundur sot. Unë e shikoj me një probabilitet afat shkurtër dhe afat mesëm të pamundur. A mund të ndërhyjnë në ndërkombëtarët? Unë këtë nuk e di, unë di të them që edhe kjo sot ka probabilitet të vogël. Përse ka probabilitet të vogël? Në 3 parametra. E para, se deri më sot kanë pasur raste agjensi dhe qendra të rëndësishme ndërkombëtare të pushtetit dhe gjeopolitikës, siç është Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian, Departamenti i Shtetit, të tërë të shpreshin, apo ambasadat e akredituara në Shqipëri, dhe sot për sot nuk ka pasur qëndrime politike, madje sikur s'ka ndodhur asgjë, edhe sikur s'ndodh asgjë në Shqipëri. A mund të ndryshojë ky qëndrim? Unë nuk e di, po deri në këtë përmas që jemi sot, shikohet testi empirik tregon që jo. Tani, a mund të ndodhi më vonë? Mund të ndodhi në kushte mund të ndodhi në kushtet kur protesta merr për masa të tilla që çojnë në një dobësi të madhe të qeverisë për të ruajtur paqen sociale dhe ekuilibrin social në Shqipëri. Por sot nuk jemi këtu dhe fakti është që edhe kur Parlamenti Evropian flet për zonat e mbrojtura, flet për parametrat ambientalist që duhet të respektohen për integrimin evropian të Shqipërisë, ka folur me fjalë të përgjithshme dhe nuk ka përcaktuar absolutisht asnjë qëndrim konkret politik. Është sot në vështirësi Edi Rama dhe a ka ai mundësi menaxhuese ose me kë mund të konsultohet për ta menaxhuar këtë situatë, apo e shohim në kushte të një qetësie që nuk e dim ndoshta se nga i buron si garanci që mund mos marrë për masa të tillë. Bëj këtë pyetje sepse thirrjet janë dorëheqja e kryeministrit, deri dje e thonin Burg Rama, Burg Berisha, por që duket sikur ka një urrëtie për të dy liderët kryesor, pra nuk shikojmë që dhe Berisha atje ndoshta në kushtet e tij më të mira për nga qasja që ka pas për Sazanin, pastaj mbështetja ose jo për protestën. Dhe është këta, çfarë mund të bëjnë sot për ta maksimizuar kapitalin e tyre politik, të dy liderët? Qetësi kryeministri nuk mund të ketë, nuk ka, dhe unë mendoj se nuk do ketë më asnjëherë në atë pozitë që është, për arsye sepse këto protesta e para thyen mitin e propagandës të tij që ka mbështetjen e shumicës shqiptarëve apo që është garant për të siguruar një paqe sociale dhe për të prezantuar se në këtë, si të thuash, retorik të zhvillimit në planin financiar dhe ekonomik, ka me vete popullin shqiptar, protestat kanë treguar që jo, kjo nuk është e vërtetë. E dyta, protestat tregojnë që ka një ndërgjegje qytetare e cila e ka dimensionin e protestës, të kritikës, dhe nuk do të ketë paqe më për asnjë qeveri që të mendoj se ka të bëjë me një qytetar të nënshtruar, që nuk kupton, që nuk ka ndërgjegje politike, edhe sikur këta protesta të mos mbarojnë me organizimin e partive politike. Pra, qetësi nuk ka dhe nuk do të ketë më për asnjë politikan shqiptar, sepse
i duhet gjithkohën të llogarisë qytetarit. Dhe kjo është një gjë pozitive, është një gjë pozitive. Ne sot kemi futjen e qytetarit në skenën e teatrit në thojza të madh politik. Dhe unë mendoj që është për herë të parë që është futur qytetari në këtë skenë, sepse në vitet 90 ishim tjetër gjë. Ishte një përmbysje, ishin kushte të tjera, ishin situata të tjera. Jemi me një, si thua, çarje të madhe sociale brenda të njëjtit sistem politik dhe shoqëror. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani, pra ka marrë një goditje shumë të fortë, por ka atu në dorë, ka mjete në dorë kryeministit për të luajtur. Unë mendoj se edhe sot e kësaj dite i ka shumë gjëra në dorë, ende ai unë mendoj se ka një lloj sigurie për menaxhimin e situatës brenda disa kushteve. E para, atë që tham, që pushtetet dhe agjensitë ndërkombëtare evropiane apo më gjerë deri më sot kanë mbajtur heshtje ndaj protestës, gjë që ai e shikon në favor të vet. Mos harrojmë që është zoti Rama i cili ka lidhjet ndërkombëtare si në planin financiar, si në planin politik. E treta luan kartën e integrimit evropian të fuqishëm. Po ashtu ai ka përfituar duke denoncuar disa parulla fillestare të cilat në botën globale konsiderohen si pakte e ekstremit. Dhe unë mendoj që ka dhe një atu tjetër në dorë, pikërisht që protestat të kthehet një aktor politik që të kërkoj të marrë pjesë në qeverisje, të marrë qeverisje, apo të ndikoj në sistemin parlamentar që sot ne kemi, shumë mirë që e kemi, i duhet të organizohet në parti. Dhe unë mendoj që ai kryeministi e shikon këtë si një kartë në dorën e tij, sepse menjëherë në momentin do organizohet në parti, atëherë aty do futet brenda sistemit, do të kenë nuanca, nuk mund të përfaqësojnë shtresat totale të shoqërisë në protestë, por aty do fillojnë nuanca nga më të ndryshmet dhe do fillojë loja e sistemit zgjedhor. Dhe në sistemin zgjedhor, mos harrojmë që deri më sot Partia Socialiste dhe mbas saj Partia Demokratike kanë superioritetet që vijnë nga lidhjet e vjetra, nga elektorati i mësuar, edhe nga një lloj frike apo ankthi ka qytetarit para SRS e të tjera. Pra, kryeministi është i shqetësuar, mendoj unë, është i tërnditur, po ndërkohë ka dhe karta në dorë që ai e di shumë mirë për të luajtur. Profesor, ka një pyetje të fundit që lidhet me një ngjarje konkrete dje, por që çfarë ndodhi me Turmën, kur siç ndodhi dje, deputeti i Partisë Socialiste Ardit Bido u fut mes tyre dhe pastaj u përball me thirrjen hajdut, u desh ndërhyrja policisë për ta larguar. Duket sikur është një pasazh e gjithë nuancës dhe gjithë protestës, por dje mori vëmendje dhe dua të kuptoj pak si funksionon Turma dhe çfarë na treguan dje, se dhunë nuk pati përveç një shqetësimi për ta larguar ose etiketimi hajdut. Pra, çfarë desh të bënte deputeti? Si e ke parë nëse e ke hasur si element? Deputeti në fjalë, unë e pash të tërë në disa këndvështrime të ndryshme, të transmetuara edhe nga rrjetet sociale dhe nga televizione, unë e konsideroj një provokim nga ana e deputetit, një provokim i rëndë që i ka bërë masës në shesh, edhe nga pikpamja e një lloj ruajtje të rendit, edhe për shkak të asaj që nuk duhet provokuar një masë në shesh, dhe ka vënë në rrezik dhe veten e vet, dhe unë mendoj që deputeti ka bërë një gabim shumë të madh që është futur mes protestuesve, i ka provokuar, unë nuk e di me qëllim apo pa qëllim, mund të them se di,
dhe vlerësoj punën e policisë që e tërhoqën dhe e hoqën me njëherë, sepse ai provokim që u bë, thash me qëllim e pa qëllim, ai incident mund sjellë pasojë që ka përshtypjen deputetin nuk i ka menduar me pjekuri. Një mas protestuesësh që është në protestën e vet, nuk duhet provokohet as nga ekstremistë që zakonisht rrinë në periferi edhe në perëndim të masave protestuese, aq më pak nga deputet në kohë ku kjo masë është në drejtën e vet për protestuar. Qartë. Faleminderit profesor Fuga. Lutem, faleminderit për Ore ditë të mbarë.